Rreth 200 banorët e fshatit Kreshpajnë të Maliqit së shpejti do të kenë një qendër të re shëndetësore, e cila do të jetë e pajisur me të gjitha mjetet e duhura për shërbimin ndaj tyre. Investimi sapo ka nisur në qendër të fshatit në krah të qendrës ekzistuese, duke ardhur si një dhuratë nga Fondacioni Gjysmëhëna e Kuqe. Po ndërtohet një qendër shëndetësore e re, pasi e vjetra ka qenë e degraduar e gjitha, tavanet ishin ikonin, çatia ishte e degraduar. Me ndihmën e Gjysmëhënës të Kuqe ne po ndërtojmë një qendër shëndetësore, pasi dhe qytetarët duhet të marrin një shërbim sa më të mirë, sa më komod. Edhe për banorët, shërbimi mjekësor do të jetë më komod në qendrën e re, ndaj edhe ata mezi e presin përfundimin e investimit. Infermierja, doktori na kanë ardhur, na kanë shërber mirë, gjuna që të themi se ta kanë shërber. Kurse me këtë u bën gjë e mirë, që u bë me të gjitha, me banje, me të tëra, edhe për ne si fshat është një gjë shumë e mirë. Tu janë pak familje, po edhe ato pak që janë, pse të vend gjerë, po janë të vend në një vend tjetër, është mirë, kemi këtu me doktor, me infermiere, me të gjitha kemi këtu. Me këtë investim që pritet të përfundoj brenda një muaji, shkon në 8 numri qendrave shëndetësore të ndërtuara dhe të investuara në territorin e Bashkisë Maliq nga Fondacioni Gjysmëhëna e Kuqe, duke ardhur si një kontribut i rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve për komunitetin.